Personi që shikoni në foto është Gazmend Buçpapaj, autori dyshuar i vrasjes me thik të 31 vjeçarit Egli Pashollari, ngjarje ndodhur pas ditën e së premtes në zonën e Ish-Parkut në Tiranë. Vision Plus ka siguruar dhe pamjet e kamerave të tjera të sigurisë që tregojnë Gazmend Buçpapën duke u larguar me vrap me bashkëshorten e tij menjëherë pas vrasjes. Ata braktisen makinën e tyre dhe më pas u larguan pak metra më këmbë. Me pas ata kanë marrë një taksi dhe kanë shkuar në banesën e tyre në afërsi të zonës së Sharrës. Në dëshminë e saj, bashkëshorti i autorit të dyshuar ka thënë se sherrri nisi pasi viktima kishte bllokuar rrugën. Sipas saj, Gazmend Buçpapaj i ka rënë buris, por Egli Pashollari ka dalë dhe i ka ofenduar. Pasi kanë ecur pak metra, Pashollari ka ndalur sërish makinën dhe ka dalë nga mjeti. Në këto momente, sipas saj, ka dalë dhe bashkëshorti i saj ku janë përleshur. Në sherrë është përfshirë dhe shoku i viktimës, por dhe gruaja e autorit, siç duket edhe në video. Ndërkohë në pyetje është marrë dhe shoku i viktimës, i cili ka thënë se Egli po parkonte, por autori po e ngacmonte duke i rënë boris gjatë gjithë kohës. Sipas ekspertizës, 31 vjeçari është goditur të paktën 5 herë me thik në pjesë të ndryshme të trupit, ku plagët në krahëror i kushtuan jetën. Pas kontrollit në banesën e Gazmend Buçpapës, blu gjetën një armë zjarri dhe municione luftarake, armë të cilën e kishte me leje.